Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Samia Demin. Miq të pasqyrës shqiptare, Tunja Tjeta dhe mirë se ju gjej përpara ekranit të Omnit në këtë episod të dytë për vitin 2015. Urimi im për të gjithë ju teleshikues të dashur është qoftë 2015, viti i shëndetit, paqes, mirëqenies dhe dashurisë në familjet dhe rrethet tuaja shoqërore. Është natyrshme që këtë episod, siç do ta shikoni edhe vetë, ja kemi kushtuar festimeve në komunitet, si dhe urimeve nga organizatorë dhe pjesëmarrës festash nga më të ndryshmet. Përpara se të fillojmë me kronikat, më lejoni t'ju njoftoj se në emisionin ton të ardhshëm do të transmetojmë një intervistë telefonike me zonjën Shano Bejko Salaj, e sapo nderuar nga presidenti i Shqipërisë Zoti Bujar Nishani me titullin e lartë Nderi i Kombit. Të dashur bashkëtetar, pranoj me kënaqësi shitje, blerje dhe listë pronash me komision konkurrues. Gjithashtu, bëj falas vlerësimin e shtëpisë të shërbime të tjera. Me aftësi negociuese, do jem partner serioz deri në fund të procesit. Ju mirëpres. Drita Halili, stilim bashkëkohor për festa, ditëlindje dhe dasma, po jo vetëm kaq. Lyerje flokësh, highlights, ndrejtje gabimesh në lyerje dhe shërbime të personalizuara. 20 vjet përvojë si stiliste. Telefonojini ose dërgojini Dritës një tekst për takim. Ardiani dhe Renata, një zgjedhje ekspertësh për shitblerje shtëpish, pronash tregtare dhe industriale, si dhe investime. Dëshironi të blini, shisni shtëpi dhe apartamente, qofshin këto dhe drejt për së drejti nga ndërtuesit, Ardiani dhe Renata janë gjithnjë të gatshëm t'ju shërbejnë. Disa qindra bashkëtetar, shumica të rinj dhe të reja, disa edhe me fëmijët e tyre, e pritën vitin e ri në Leisure The Banquet Hall në Woodbridge. Mbrëmja organizohej nga NV Entertainment me president Muhammer Oruglicën, i njohur tashmë në komunitet për organizimin e rregullt të festave rinore në klubet bar çdo fundjavë këtu në Toronto. Ishin të ftuar këngëtarët Gjovalin Quni dhe Tringa Rexhepi, të shoqëruar në tastier nga Ilir Puka. Sponsorë të ndryshëm si dhe vetë kompania organizatore ofruan edhe disa dhurata nëpërmjet një lotarie që u drejtua nga Zigi Mila. Në vijim ju ftojmë të ndiqni përshëndetjet që kamera jon filmoi disa minuta pasi kishte hyrë viti i ri. Mirëmbrëma edhe gëzuar vitin e ri. Përshëndetje gjithëve që kanë sonte për NV Entertainment. Përshëndetje, jam këngëtarja Tringa Rexhepi. Dua t'ju përshëndes të gjithë shqiptarëve ku që jeni. T'ju uroj një vit të mbushur me fat dhe lumturi. Vitin e ri, për ta shqiptarët, kur Kanada, edhe shohëm këtë vit ka me këtë vit i mirë, me suksese, e me shtet e me gëzime. Dhe aktivitetet të ndryshme që organizohen me rast të festivitetesh, besoj që afrojnë një shqiptari se që pat edhe sot ka më shumë të rinj se sa do të thoja mosha më të mëdhaja se besoj mosha ime. Dëshira ime për vitin 2015 është të kem sa më shumë shëndet, lumturi dhe harmoni në familjen time dhe dëshiroj të njëjtën gjë për gjithë shqiptarët që jetojnë në Toronto dhe kudo që janë. Gjithë komunitetin shqiptar kudo që ndodhen, ju uroj të kenë shëndet, marrësi dhe lumturi në familjet e tyre. Ju e ndiqni pasqyrën shqiptare? E ndjeki çdo diele. Si ju duket? Jam shumë e kënaqur, por emisioni është shumë i shkurt. Kisha dashur të jetë pak më shumë, më gjatë.
Ky segment u mundsua pjesërisht nga kompania shqiptaro-kanadeze BND Financing. Për kredi personale, pronash apo biznesesh, BND Financing ka gjithmonë një zgjidhje për ju. Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze me qendër në Toronto organizon 5 seminare mbi shëndetin dhe fton të marrin pjesë bashkëdhetar mbi 65 vjeç. Datat për muajin janar janë shfaqur në ekran. Seminaret do të mbahen falas në Shqip dhe do të zgjasin nga 1 deri në 2 orë. Zyra e shoqatës ndodhet në kryqëzimin Kill dhe Ingram Drive. Telefononi sa më parë për të siguruar vendin pasi numri i pjesëmarrësve është i kufizuar deri në 25. Çdo pjesëmarrësi do t'i paguhet kostoja e udhëtimit me TTC vajtje ardhje, si dhe do të ofrohen pije freskuese. Kontaktoni 416 876 7665. Kompania L Multi Drafting Design me pronar bashkëdhetarin Lek Selmani është në gatishmëri të klientëve shqiptar që kanë nevojë për këto shërbime. Projektim për ndërtesa të reja dhe ekzistuese deri në 3 kate, si shtëpi, zyra, dyqane, restorante dhe basemente. Projekte për rinovime dhe përmirësime banesash dhe ndërtesash të ndryshme, vizatim teknik për ndërtim, leje ndërtimi dhe për pjesë makinerish. Çdo shërbim kryhet në përputhje me ligjet dhe kodet e provincës dhe të vulosura nga inxhinieri i ndërtimit. Këshillimi paraprak ofrohet falas. Mbrëmjen e fundit të vitit 2014, siç kishim njoftuar për disa javë rresht, në Kings Garden Banquet Hall, grupi muzikor Tinguit organizoi darkën festive tradicionale të ndrimit të viteve. Të tërhequr nga muzika live, organizimi i mirë dhe çmimi i arsyeshëm, rreth 250 bashkëdhetar nga Toronto, rrethinat, madje deri dhe nga Hamiltoni, festuan dhe vallëzuan deri në orët e para të datës 1 janar. Grupi Tinguit përbëhet nga 4 instrumentistët këngëtar, Lorandi Yazegji, Emiliano Talo, Alket Niçka dhe Flamur Bastari, të 4 të njohur gjerësisht mes shqiptarëve me banim në Toronto për lëvrimin e këngës qytetare. Organizatorët kishin menduar edhe për arktimin e fëmijëve të pranishëm, duke u ofruar një shfaqje akrobatësh profesionist ruso-kanadez. Pjesë nga ky program do të ndiqni në vazhdim. Ky segment u mundsua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathbourne. Një fjalë urtë shqiptare thot, sipas vendit bëhet dhe kuvendi. Kështu na ka ndodhur edhe ne shqiptarëve këtu në diasporë. Nga njëra ani ruajmë me besnikëri traditat shqiptare të festimit të ditëve tona të shënuara, por nga ana tjetër përshtatemi shpejt dhe lehtë edhe me traditat kanadeze. Një traditë e tillë, e re, por e përqafuar gjerësisht, është edhe ajo e pjesëmarrjes në ato që në Kanada quhen Christmas parties. Në një mbrëmje të tillë festive mora pjesë edhe vet 20 dhjetorin e kaluar. Ishim të gjithë antarët e një klubi amatorësh futbolli, sport që e ushtrojmë rregullisht prej gati 16 vjetësh.
Dhe si që do përsëri tradita kanadeze, në krah kishim edhe bashkëshortet tona, por me një lëshim të vogël nga ana tyre. Ta zgjidhnim vetë në burrat me nunë e darkës. Jemi në ambient shumë të gëzuar, jemi me shoqërinë e futbollit, familjarisht jemi si një familje shumë e madhe, dhe po kalojmë jashtëzakonisht mirë. Ne duam shumë njëri tjetrin dhe uroj që gjithë shqiptarët tu në Kanada të duan njëri tjetrin dhe të shkojnë mirë me njëri tjetrin dhe gëzuar vitin e ri dhe më të ma mirë. Gjithë mirë. Thonë që darkës bukurinë ja japin njerëzit, atmosfera pra që ata krijojnë. Kjo është shumë e vërtet, por unë do të shtoja se edhe ushqimi ka vendin e vet, sidomos kur ai ka emrin Chills në Hell. Janë të rralla restorantet në Toronto që e ofrojnë të gatim të traditës shqiptare, dhe një prej tyre është pikërisht ky, Giros Place me pronar zotin Sokol Stërbyci. Pamja ishte aq ndjellse sa që disa nga të pranishmit nuk nguruan të bëjnë edhe selfie. Përgëzimet në këtë rast i shkojnë shefit dhe të zotit të shtëpisë, pra Sokolit. Falenderoj pasqyrën shqiptare si ma këtë mundësi për të përshëndesh gjithë shqiptarët në Kanada dhe kudo ndodhen, gëzuar gjithmonë edhe urime në familjet e tyre, suksese. Sot njerëzit shpenzojnë orë të tëra në makinë dhe është e natyrshme që ta kthejnë atë jo vetëm në një mjet transporti, por edhe kënaqësie. Telefononi Realdin për këto shërbime. Ndezje makine nga larg për makinat zakonshme ose luksi, si dhe ndezje dhe kontroll GPS nga celulari, lidhje me Bluetooth e tjerë. Vendosje ekranesh rrugë treguese, pajisje cilësore zëri dhe ekranesh video. Gjithashtu vendosje kamerash dhe sensorësh parkimi, por edhe shumë shërbime të tjera. 5 Star Motors është një pikë shitje makinash të markave të shumëllojshme në adresën 1879A Dundas Street West në Toronto. Pronari shqiptar Adnan Aliti krijon mundësi që të blini edhe me kredi, si për shembull me lizë ose financim, pavarësisht nga historia e kreditit. Gjithashtu po në këtë adresë ndodhet edhe një servis i pajisur me teknologjinë më të fundit. Këtu kryhen diagnostifikime dhe riparime të makinave të ndryshme, veçanërisht prodhimeve gjermane dhe të motorëve dizel. 5 Star Motors mirëpret klientët shqiptar. Në vazhdim juftoj të ndjekim një kronik të shkurtër nga një tjetër festim në vigjilje të Krishtlindjes këtu në Toronto. Është fjala për festën e organizuar më 17 dhjetor nga Brunga Law Offices. Kjo zyrë ligjore e ka bërë tashmë traditë ta organizojë festën e fundvitit jo vetëm me punonjësit e vet, por edhe me bashkëpunëtor të jashtëm dhe klient, një pjesë e mire të cilëve janë biznesmen shqiptaro-kanadez. Zyra ka ditur që marrëdhënieve të punës t'u japë jetëgjatësi edhe nëpërmjet krijimit dhe mbajtjes së marrëdhënieve njerëzore. Me kamerën tonë ne I morëm këtë përshëndetje themeluesit dhe presidentit të zyrës, avokatit Anton Brunga, njëkohësisht edhe sponsor prej më shumë se 6 vjetësh I emisionit Pasqyra Shqiptare. Përshëndetje të gjithëve dhe gëzuar vitin e ri 2015. Ju uroj të gjithë klientëve të zyrës tonë Brunga Law Offices, ju uroj të gjithë komunitetit shqiptar një vit të ri të gëzuar me shëndete me marsi. Shfrytëzoj rastin të falenderoj Pasqyrën Shqiptare për praninë e gjithmonshme në evenimentet e komunitetit, në këtë rast në evenimentin vjetor të zyrës tonë. Faleminderit dhe urime. Radhën e gjatë të urimeve për sot e mbyll pronari I ushqimore së mirënjohur Mrakovic Meat and Deli, të cilin shumë prej jush e njohin për cilësinë e lartë të prodhimeve të mishit, por edhe për mbështetjen e vazhdueshme që I jep pasqyrës shqiptare si sponsor. Hi, my name is Amir Mrakovic and I'm the owner of Mrakovic Meat and Deli. I would like to thank Albanian community for shopping at Mrakovic Meat and Deli and also to wish you guys a happy new year. All the best.